Në takimin e përmbylljes të PDK-s, ku ishin prezente dhe membri Krasniqi, bashkë me udhëheqësit e koalicionit si Dritan Selmanaj, Albulena Balaj, Duda Balje nga Vakat, pastaj komuniteti turk e bosnjak, si dhe shumë të tjerë mysafir nga Prishtina, deputetë dhe familje dëshmorësh e antarë të shumët. Takimin e hapi nën kryetari Kujtim Gashi, i cili edhe foli për suksesin evident të kryetarit aktual, siç tha ai edhe të ardhshëm Shaqir Totaj. Në raundin e parë ishte historik për Prizrenin, sepse fal leadershipit dhe udhëheqjes së kryetarit Shaqir Totaj, shënuam numrin më të madh të votave në historinë e pas luftës në Prizren për garën për kryetar komune në raundin e parë. Prandaj, ju ftoj që sonte të besatohemi dhe me njëri tjetrin që ta bëjmë fitoren e së dielës edhe më të madhe dhe më historike për Prizrenin, sepse tash jemi edhe më të mëdhaj, sepse kemi partner serioz për bashkëqeverisje. Para se t'ja jap fjalën kryetarit Partisë Demokratike të Kosovës, mikut ton dhe mikut Prizrenit, Zotit Memli Krasniqi, më lejoni të flas edhe për një të arritur tjetër historike, që e kemi për herë të parë zyrtarisht koalicionin mes dy partive shtet ndërtuese, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi tha se Prizreni nuk është vetëm qytet, por është ndjenjë. Qysh në fillim i uroj për këtë besatim që keni PDK dhe LDK dhe subjekte të tjera. Kjo është zgjedhja që i shes secili qytetar. Qytetarët e Prizrenit këtë besë e kanë dhënë pasi kjo është identifikuar me Shaqir Totaj. Prizreni me Shaqen është bërë më i mirë. Ne si PDK, kudo që kemi qeverisur, kemi sukses dhe jemi krenar me Shaqir Totaj, që është njeri më i dinjitetshëm. Sonte do të flasim për shpirtin e qytetit. Ky qytet e dim se ka traditë. Këtu çdo gur ka rëndësi, çdo qytetar ka rëndësi dhe këtë ure ka krijuar Shaqir Totaj. Që zhvillim desha ta përgëzoj mënyrë të veçantë Shoqën edhe Dritonin, por edhe partnerët e tjerë të koalicionit për këtë bashkëpunim e këtë besatim për të mirën e qytetit dhe qytetarëve. E unë po ju them sonte, ngrehni kamën zhag edhe për qeverinë e ardhshme nivel vendi. Dhe kështu 2 ditë para balotazhit jemi mbledhur këtu jo vetëm për një garë, por për një zgjedhje përcaktuese mes suksesit dhe zhvillimit në njërin anë dhe prapakthimit në anën tjetër. Kjo është një zgjedhje mes punës dhe mes fjalëve, mes vërtetës po edhe mashtrimeve, mes rezultateve që i sheh secili qytetar dhe premtimeve që harrohen të nesërmen që përfundojnë zgjedhjet. Dhe në këtë zgjedhje, mes këtyre 2 koncepteve, unë e di që qytetarët e Prizrenit tashmë e kanë dhënë përgjigjen e tyre, me zemër, e kanë dhënë me sy, e kanë dhënë me bindje, sepse ata e dinë mirë se kush ka qenë pranë tyre, sidomos në këto 4 vitet e fundit, çdo ditë dhe në secilën punë, dhe ai njeri është Shaqir Totaj. Ju e dini që Shaqa ka udhëhequr këtë qytet me qetësi, me dignitet, me bashkëpunim dhe me shumë përkushtim. Shaqa nuk ka bërë zhurmë, po ka bërë punë. Shaqa nuk i ka ndarë njerëzit, por i ka bashkuar ata. Shaqa nuk i ka fajsuar tjerët dhe nuk është arsyetuar, por e ka ndërtuar dhe e ka zhvilluar qytetin tuaj dhe qytetin tonë. Në udhëheqjen e tij, Prizreni ka nisur të marrë frymë ndryshe, me rrugë më të pastra, me infrastrukturë më të mirë, me investime të reja, po dhe me një administratë komunale efikase që ka qenë pranë qytetarëve. Ai ka dëshmuar që vërtet udhëheqja nuk ka nevojë për arrogancë, por udhëheqja në thelbin e vet është shërbim për qytetarët. Shaqir Totaj pas përshëndetjeve tha për të gjithë ju që jeni këtu. Prizreni nuk është vetëm i djeshëm, por ka një specifik, është mozaik i kulturës
traditës inovacionit. Prandaj të gjitha koalicionet paraqisin edhe struktura që tashmë i ka. Mirë po tashmë bashkë me LDK dhe parti tjera do të jemi edhe më të fortë. Nuk di se çka është më së miri se dy partitë shtetformuese të bashkohen. Andaj kjo mendoj se është një vlerë e shtuar. Ky koalicion nuk është bërë vetëm për të fituar, por për të bashkëqeverisur. Prizreni nuk është vetëm një qytet i thjeshtë. Prizreni është një qytet me vlera trashëgume, specifike, historike, kulturore, e ka një peshë specifike shumë të rëndësishme, jo vetëm për ne shqiptarët, por për gjithë ata që jetojnë. Është një mozaik i gërshëtimit të kulturave, traditës, inteligjencës, inovacionit. Rrjedhimisht edhe perspektiva është shumë e ndritshme edhe shumë e mirë. Prandaj koalicionet që i kemi bërë na në një farë mënyre paka shumë reflektojnë edhe këtë strukturën e qytetit Prizrenit. Na për të kreja kemi menu që jemi shtëpi e madhe, për që ato jemi shumë kallabllok, por në fakt, bashkë me partnerët e koalicionit, bashkë me LDK, bashkë me parti tjera të komunitetet, jemi hala ma të fortë dhe hala ma të mëdha. E ndëgjova lidit një opinion jo konstruktiv, thanë që është koalicion i panatyrshëm mes PDK-s dhe LDK-s. Nuk e di shka ka më të natyrshme se dy parti shtetëndërtuese dhe shtetëformuese mi bashku forcat e veta bashkë me komunitetet për një të mirë tash në Prizren. Duhet me kthy atë besim. Edhe ky koalicion yni, jo vetëm me LDK-n, por me gjitha partitë tjera, le të jetë një parapregaditje e terrenit për kthim të partive shtetëndërtuese dhe shtetëformuese edhe në nivel nacional. Kurse mesazhi i përbashkët ishte të dilet sa më masivisht të dielen për të votuar për të ardhmen e këtij qyteti.